jam pensionere e cila ka dalë në pension pa atë 15 vjeçin famoz, i cili kërkohet dhe do të marrë pension vetëm 150 euro. Që është bukur trishtuese pas një page të cilën e kam pas në Gjykatën Supreme të Kosovës dhe jetës dinjitoze, ai ballafaqimi me një pension prej 150 eurove, pension i moshës, domethënë jo kontribut dhënës, edhe pse edhe ai kontribut dhënës nuk është se ndryshon shumë, nuk është ndonjë pension shumë i lartë, po gjithsesi e ndiva veten shumë jo të vlerësuar densisht nga shtetin cilin ke kontribu prej vitesh. Sepse me gjithate, unë i ndëgjoj edhe njerëz që më thojnë, po ti e ke trustin. Po, trusti është, janë parat e mia, janë parat e kursyera nga pagat e mia, dhe ai trust zgjat shumë shkurt. Dhe pas përfundimit marrjes së trustit ti mbetesh me 150 euro. A të dhëmb? Sa të dhëmb? E dhëmshme, sepse unë nuk do të vdes për një kafshat goje me gjithsesi, po është fakti se si sa vlerësohesh pas gjitha ti kontributi dhe pas gjitha saj pune që është bë, dhe në fund të largohesh nga Gjykata Supreme e Kosovës me një pension prej 150 eurove, ishte ballafaqim bukur i vështirë. E trisht në fakt, e trisht si realitet në të cilin ju sot, po edhe prej vitesh pensionistë të tjere që jo vetëm unë, janë me mira persona të cilët janë pensionu edhe para me, edhe të cilët fatkeqësisht ballafaqohen me një pension prej 150 eurove që në ditët e sotme marë parasysh çmimet dhe inflacionin i cili ka qenë sidomos këtë vitin e fundit bukur i lartë, është e trisht. Duke marë parasysh se tash nuk shkon ka mosha më e re, po shkon ka mosha më e vjetër kur ki nevojë për suport edhe kur mundesh me u ballafaque edhe me smundje edhe me të gjitha ato, po Ti shoqyrë gëzon një shëndet të plot për momentin, e uroj që të vazhdoj kështu, dhe me shpyta dhe fillova me pyet për gjërat pas pensionimit, për ditët e kështu, kam kurishti sepse e di që nuk e pasur llogari publike në rrjete sociale. A do me hap tash pas pensionimit? Nuk e di. Nuk e di. Nuk është që jep shumë kënaqësi me pa, sidomos e kom përjetu shumë fyerje, shumë fjalë ofenduse në përrjete, jo vetëm unë, po dhe familja ime, dhe nuk e dija, kisha pas dëshirë, megjithatë unë jam përsëri fytyrë publike, dhe nuk e di sa kisha pas dëshirë me u ballafaqu përsëri me ato. Mjafton që i shohim mediat. E vërtet, biles do ishte mirë që të mos ekzistonin fare, po ja që po jemi dëshmitar që po i lexojmë, po prej kemi. Nuk isha dashur me qenë varur prej rrjeteve sociale. Do të kthej pak edhe nga Mitrovica, keni ardhur shumë herët në Prishtinë. Do të kthej pak edhe për shikuesit, neve kemi pas edhe bashkëbisedime në të kaluarën, por audienca për herë është e re edhe me interes për ditë më shumë. Cilin e ke, kur të përmendet fëmiria, kujtimi parë që të vjen ndërmend, në sekondat e parë që të kujtohet? Kujtimi bukur? Më kujtohen prind. S'di pse, po gjithmonë kur e kujton fëminin, të kujtohen prindërit. Dhe ato momentet me ta, se kur je fëmij, për ty krejt bota janë prindërit. Edhe une momentet e para që i mendoj që ku janë prindërit, dhe natyrisht që... E marrë shumë nga të dy, nëse flasim prej fizionomisë. Këta e në prindë të mi, edhe emocionohet. Sidomos
po e shoh që sa ma shumë që po kalon koha, aq ma shumë mendon për ta dhe i kujton. Ka qenë e vështirë vazhdimi jetës pa ta? Po, ka qenë i vështirë, sepse baba i ka vdek që 30 vjetë, ndërsa nana ka vdek që 15 vjetë, kështu që një kohë bukur e gjatë pa ta. Edhe mendoj shpesh, i kujtoj shumë shpesh, edhe sidomos kur je edhe vetë prind, edhe ma shumë kujtohesh për ta. Sidomos kujtimet për ata që si kemi na vinë çdo ditë, po specifikisht në momente ose në data. Në ditë